Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur sot vendimet për shumicën e të pandehurve në dosjen e bujshme Metamorfoza, duke dhënë një total prej 38 vite e 6 muaj burg dënime. Procesi u zhvillua me gjykim të shkurtuar, gjë që solli uljen e dënimeve për disa prej tyre. Ndër të dënuarit kryesor është Behar Bajri, i cili fillimisht u dënua me 13 vite burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar do të vuajë 8.8 vite në një regjim të sigurisë së lartë. Ai akuzohet edhe për korrupsion ndaj gjyqtarëve. Po ashtu, Edmond Preka u dënua me 10 vite burg të reduktuara në 7 vite duke u klasifikuar për vuajtje në një burg të sigurisë së lartë. Asmer Bilali mori 8 vite e 6 muaj dënim, që me uljen përfundon në 5.8 vite burg, ndërsa Xhevair Lita i dënuar me 5 vite, 3.4 pas uljes, u lirua më njëherë pasi gjykata vlerësoi se ai e kishte shlyer plotësisht dënimin gjatë masës së sigurisë arrest me burg. Vendimi më i diskutuar lidhet me Oltion Bistrin, i cili u shpalli pafajshëm për akuzat e rënda të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Ai u dënua vetëm për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete me 2 vite burg, por u lirua më njëherë për shkak të kohës së vuajtur. Nga ana tjetër, për dy të pandehurit, Pullum Gjoka dhe Ardit Hasanbegaj, vendimi do të shpallet më datë 2 dhjetor pasi avokatët e tyre nuk paraqitën mbrojtjen. Me këtë vendim, gjykata e posaçme mbyll një pjesë të rëndësishme të një dosje që ka përfshirë korrupsion, rrjedhje informacioni dhe dyshime për veprimtari të strukturuara kriminale.